E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakojemi sërish edhe ditën e sotme, duke sjellur pranë jush ngjarjet dhe historitë më tronditse në fakt që na kanë ndodhur. Një ngjarje e rëndë ditën e sotme ka tronditur qytetin e Durrësit. Që nga Martin Cani, që po bëhen pothuajse gati një vit nga humbja e jetës së tij, dhe deri në ditën e sotme unë gjithmonë kam alarmuar për kontrollin ndaj fëmijëve, për kujdesin ndaj fëmijëve dhe për kontrollin nga institucionet, në këtë rast institucionet e arsimit, udhëheqësit, profesorët, mësuesit deri tek drejtoria. Thikat në shkollë, thikat në lagje, të rinj të cilët rriten me një kulturë jashtëzakonisht të keqe, me një kulturë jashtëzakonisht të ulët, i bin situatat deri këtu që të dëgjojmë lajme të trishta si ky lajmi që tani unë do të sjell pranë jush. Në orët e para të mëngjesit, një ngjarje tronditse ka përfshirë qytetin e Durrësit, ku një konflikt mes disa të miturve ka përfunduar në një tragjedi, thuajse të pakthyeshme. Fillimisht gjithçka ka nisur si një debat i papjekur, i atyre që shpesh ndodhin mes adoleshentëve, por që në këtë rast u shndrua në një përplasje të dhunshme me pasoja shumë të rënda. Sipas dëshmive të para, konflikti ka nisur për shkak të një fyerje, më keshar, pse më keshar. Njëri prej të rinjve, pjesë e grupit të plagosurve, ka marrë vesh se pala tjetër kishte përdorur shprehje fyese ndaj tyre. Në tentativë për të sqaruar keqkuptimin, i plagosuri e ka marrë menjëherë në telefon njërin nga djemtë e grupit të kundërshtar. Por në vend që të zgjidhej situata u tensionua shumë shpejt. I mituri, i plagosur me origjinë nga Bureli, kishte shkuar në vendin ku ishte lënë takimi pa imagjinuar se përballja do të merrte për masa të tilla. Nga ana tjetër, dyshohet se autori i goditjeve me thikë është 15 vjeçari nga Ceriku, i cili kishte mbërritur në takim i shoqëruar nga disa gjimnazistë të tjerë. Ajo që ndodhi vetëm pak çaste më pas, ka shokuar edhe mjekët edhe policinë. Sipas burimeve mjekësore, goditjet kanë qenë të përsëritura dhe të rrezikshme. Viktima, vetëm 15 vjeç, është goditur plot 4 herë në rajonin e Gjoksit. Njëra prej plagëve depërtoi në zemër, duke shkaktuar një gjakderdhje masive dhe gjendjet menjëhershme kritike. Sa ka mbërritur në urgjencën e spitalit të Durrësit, mjekët janë përballuar me një situatë tepër të rrezikshme për jetën. Mjeku kirurg Fitim Shini, i cili ka qenë pjesë e stafit që ndërhyri në sekondat e para, ka dhënë një prononcim të detajuar për mediat. Ai shpreh se i mituri ndodhet aktualisht në reanimacion, i intubuar, ndërsa gjendja e tij vazhdon të mbetet e rëndë edhe shumë delikate. Pacienti mbërriti me 4 plagë në zonën e Gjoksit, tha doktor Shajni. Njëra prej plagëve depërtonte në zemër, çka solli menjëherë destabilizimin të funksioneve jetësore. U desh ndërhyrje menjëhershme kirurgjikale për të ndaluar hemoragjinë dhe për të stabilizuar organet e prekura. Sipas mjekut, gjatë orëve të para të trajtimit, 15 vjeçari ka marrë 3 flakone gjak, ndërsa ekipet mjekësore kanë monitoruar pa ndërprerje çdo parametër jetësor të tij. Për momentin ndodhet në reanimacionin i intubuar, gjendja vazhdon të jetë e rëndë. Shpresojmë që 24 orë deri në 48 orët e ardhshme të jenë vendimtare për stabilizimin e tij. Vetëm atëherë mund të flasim për një përmirësim të mundshëm, është shprehur doktor Shini. Ngjarja ka tronditur banorët e zonës, të cilët nuk e imagjinonin se një keqkuptim adoleshentësh mund të degeneronte në një akt kaq të dhunshëm. Familjarët e të miturit të plagosur ndodhen në gjendjen e shokut, ndërsa presin çdo lajm nga mjekët me ankth edhe me lutje. Ndërkohë policia ka nisur hetimet për të zbardhur rrethanat e sakta dhe për
të identifikuar të gjithë personat e përfshirë në këtë konflikt. Kjo ngjarje e rëndë risjell edhe një herë në vëmendje problemin e thellë të dhunës tek të miturit, mungesën e edukimit emocional, si dhe ndikimin negativ të grupeve të rrezikshme, ku shumë adoleshentë përfshihen pa e kuptuar pasojën e hapave të tyre, ndërsa 15 vjeçari lufton mes jetës dhe vdekjes. Shoqëria, familjet dhe institucionet shtetërore përballen me një pasqyrë të hidhur të realitetit të sotëm. Në spital mjekët po bëjnë gjithçka që është e mundur, por betejën e vërtet po e zhvillon trupi i një fëmije të cilit në një konflikt i pa menduar i ka rrezikuar jetën në moshën ku gjithçka duhej të ishte vetëm fillimi i jetës e jo luftë për të mbijetuar. Tani ky është një fenomen shumë i rrezikshëm, një fenomen që fatkeqësisht as nga institucionet, por as nga qeveria, nga ministria në këtë rast, nuk bëhet një edukim i fëmijëve në shkollë për të menaxhuar emocionet e tyre. Tani, mund të ketë arsyetime, okay, këto fëmijë janë 15 vjeç. Po mirë, edhe ne kemi qenë 15 vjeç. Dhe ne kemi kaluar pubertetin, dhe ne kemi kaluar në për këto vitet e vështira të jetës e tjere, por nuk kemi patur sjellje të këtilla dhe denigrime të këtilla që të na çojnë deri në humbjen e jetës të shokut ton, të vllaut ton. Unë mendoj që fëmijët, jo mendoj, por ashtu është, fëmijët duhet të edukohen që miqtë të tyre, shokët e tyre janë vëllezërit e tyre dhe jo të mësohen me këtë lloj edukate, me këtë lloj lëvizje që në fakt ato nesër munden të bëjnë edhe krime më të rënda. Unë nuk e di, domethënë shpesh herë kam pyetur veten dhe njëkohësisht kam drejtuar pyetje edhe drejt juve. Edhe sa duhet ne të tolerojmë që ne të rrisim dhe të zhvillojmë kriminal. Tani, këto fëmijë e mësojnë diku ndi këtë thikën ta marrin, domethënë këtu nga ngjarja të cilën unë e dëgjoj, këtu është inskenuar një sken, e kanë thëritur, e kanë çuar në një destinacion dhe kanë ardhur grupacioni tjetër i fëmijëve, e kanë therrur, kanë dashur që ta vrasin. Domethënë imagjinoni deri ku shkon urrëtia, imagjinoni deri ku shkon mlefi, imagjinoni deri ku shkon inati i të rinjve për një ngjarje të këtillë si kjo. Mua më vjen shumë keq, sinqerisht, më vjen shumë keq. Uroj që prindërit i marrin fëmijët pak më në dorë. Uroj që të punojnë sa më shumë me fëmijë se sa të rinë nëpër iPad dhe nëpër celular, të edukojnë fëmijët, të mësojnë fëmijët dhe fëmijëve që bëhet një kontroll për çdo lëvizje që bëjnë, sepse duke mos i kontrolluar fëmijët, duke i lënë ne ato që të rriten më para kohe, të japin vetes më para kohe forcë, ne arrim deri në këtë gjendjen që e shikojmë rastin që shoku është në gjendje të vret shokun për inatin e tij. Unë uroj që prindërit të kenë reflektuar me këtë gjend, në këtë gjend domethënë, dhe të kenë një mundësi të marrin veten për të kuptuar se fëmia ka më shumë nevojë se çdo gjë.